Arrestohet në flagrancë një 53 vjeçar që dhunoi fizikisht një shtetas dhe tentoi ta godiste me thik. 53 vjeçari dyshohet se më parë ka dëmtuar pronat e një 63 vjeçari, ka tentuar të kanosë atë dhe familjarët e tij me sopat, sekuestrohen 3 thika dhe një sopat, të cilat u gjetën në banesën e të arrestuarit me precedent penal për shkatrim prone. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vaujdejes, pas marrjes së njoftimit se në fshatin Kosmaq një 53 vjeçar kishte dhunuar fizikisht një shtetas dhe kishte ndjekur me mjet prerës në dorë, kanë organizuar menjëherë punën për kapjen dhe vënien e autorit përpara përgjegjësisë penale. Si rezultat reagimit në kohë dhe i veprimeve profesionale, është kapur dhe arrestuar shtetasi AG 53 vjeç, banues në fshatin Kosmaq Vaujdejes. Dje ka kallëzuar një 28 vjeçar se ky shtetas e ka goditur me grushte dhe e ka ndjekur me thik në dorë për disa minuta. Gjithashtu, ditën e djeshme ka kallëzuar një 63 vjeçar se gjatë muajve prill dhe shtator 2025, shtetasi AG i ka thyer xhamat e furgonit dhe të vetratës së dyqanit dhe ka dëmtuar një automjet tjetër, ndërsa me datë 23 të nëntit 2025 e ka konstatuar 53 vjeçarin në afërsi të banesës së tij, duke mbajtur një sopat në dorë. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit AG, shërbimet e policisë kanë gjetur 4 mjete prerëse, 3 thika dhe një sopat, të cilat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme, për veprat penale, kanosja, plagosja e lehtë me dashje dhe prodhimi, mbajtja, blerja, pushitja pa leje e armëve të ftohta.